Se mund ta shoh vetëm të ulur përballë në rastin e vizitës ministrit jashtëm gjerman, ajo ishte thjesht përtej thjesht politike, sepse ne e dim për çfarë erdhi ministri gjerman, ne e dim se ku ishte investuar Gjermania. Pra ishte dosja Akshi, e cila erdhi nga Gjermania dhe ke ministrin e jashtëm që vjen takon kreun e SPAK-ut, ministrin e jashtme dhe largohet, nuk takon kryeministrin. Pra, kjo me sa duke ka qenë ajo pika që ka derdhur përfundimisht kupën dhe ka vendosur fatet e zënës Spiropali. Tani, China Club. Qa po themi? Po themi që çfarë ishte kjo shfaqje e sotme? Unë kam përmendur disa herë këtu që ka, po themi, dy mënyrat klasike të zotit Rama, që ai të bjerë nga pushteti, janë kush? Një me cilën ai po lufton fort, dhe që është ajo pezullimi. Po. Pra, në rast se si në një moment caktuar SPAK-u e ka një dosje, afrohet dhe merr vendimin për ta pezulluar, sot e gjithë ditën ai pezullimi, siç na thot vendimi i gjykatës kushtetuese, vlen edhe për kryeministrin e Shqipërisë. Po, patjetër. Vion tjetër në fuqi. Kjo gjë mbet për të parë ose jo. Por akti i dytë, çfarë do duhet ndodhte? Që zoti Rama dhe unë besoj që do duhet shkohet në një moment aty, të rrëzohet si kryeministër, është me vot besim në parlament. Nga njeriu që në tetor fliste që unë ju bëj klon se unë si llogaris fare, krejt papritur, zoti Rama ka ndryshuar komplet artikulimin e tij në raport me grupin parlamentar, sepse e kupton fare mirë që... Ti beson që ekziston ndonjë, jo teorikisht, praktikisht, mundësia. Unë mendoj që po. Një vot besim do të mund ta intimidonte... Dhe ky mesazh i është dhënë zotit Rama në natën në festat e fundvitit. Ai mblodhi deputetet e Tiranës dhe aty nuk ishin pranishëm Elisa Spiropali, nuk ishte i pranishëm Erion Braçe, nuk ishte i pranishëm shumë deputetë ndër tjerë, nuk ishte i pranishëm kush? Edhe Gramoz Ruçi, që është gjithmonë i pranishëm në festat e Partisë Socialiste. Pra, janë ca rekorde që po i sjell tani për të thënë se ku mund shkojë kjo gjëja. Unë mendoj që në zotit Rama do të vjerë fundi pushtet politik, një përmes vendimit të SPAK-ut, që sa vinë dhe forcohen zëret se në një moment caktuar do duhet shkojë edhe tek zoti Rama, sidomos me dosin që erdhi nga Gjermania. Gjermaninë, jo, me Akshin. Dhe aty din gjithë, vetëm se stuhet që praktikisht tashmë jemi ke bashkëshortë e zotit Rama dhe kur themi bashkëshortë e zotit Rama, themi fejet zotin Rama, dhe më pas akti i dytë që do duhet, si më thënë, do duhet pasojë në rast se aktivizohet pezullimi, do duhet jetë impeachmentit për zotin Rama dhe këtu pastaj duhet patjetër votat e Partisë Socialiste. Ato që ne i shohim me vonesë zoti Rama i di para nesh. Dhe shpesh nga më thonë që për të kuptuar hallin e zotit Rama, shikoni se si zoti Rama vepron. Pra krejt papritur ai ka zbuluar raportin dhe pasionin me Belinda Ballukun, sepse e ka vënë re që ajo ka qenë ushtarja e tij, ka bërë çka ka desh ai, pa diskutim që ajo ka vjedhë dhe lubi e ka bërë vetën, por asgjë nuk ka bërë zonja Balluku pa lejen dhe pa urdhrin e Diramës. Dhe lëvizjet në qeveri, pra kjo qeveri e re këtë tregon. Pra është vijim një inerci e kësaj logjike, ndoshta dhe dora e fundit e një lloj shpërblimi thojse ndaj Belinda Ballukut. Të gjithë njerëzit që kanë zënë pozicione që mban deri Belinda Balluku janë pra Belinda Balluku. Po pra prandaj, po ndoshta është shpërblimi i fundit dhe më pak i rëndësishëm. Shpërblimi i fundit dhe është shtrëngimi i radhë me ato që mund të shtrëngojmë, sepse realisht unë mendoj që pozicioni i zonjës Spiropali në raport me politikën ka kohë që ka ndryshuar, mendoj që zonja Spiropali si kryetar e parlamentit ka ndryshuar? Po, që kur bë kryetar e parlamentit do na thonë në këtë studio, zonja Spiropali e bëri të dukej Lindita Nikollën, një despote. Me mënyrën se si e menaxhonte. Opozita ishte shumë më e lirë të fliste, ishte shumë ta tejkalonte, si më thënë, masën që përcaktonte rregullat e modeli i Gramoz Ruçit dikur kryetar kuvendit. Gjithmonë për Elisën e Skënderbeut po flasim. Po, dhe me sa duket Elisa Skënderbeut është bërë mamic. E kupton që ka veshur pazmone dhe tani po lufton. Jo për turqit, po për Skënderbeun që me sa duket është bërë më despot se sa turqit në këtë rast. Se sa sultani. Bravo. Se sa sultani. Po për të shkuar deri atje duhet bërë një kapërcim që është i domosdoshëm, që ka të bëjë me çështjen Balluku, pra ardhi në kuvend. Shohim pak një herë debatet e sotme, vetëm një moment.